se Imam Ebu Hanifja, Allah më shiroft, e kishpon një herë një hajnë të vjedh një mull, edhe masi e vjedhi e dha sadak. Edhe Imam Ebu Hanifja o çudet me këtë veprimin e tij, se zakonisht kush e vjedh për veti, ju mja thonë tjetrit. Edhe i tha ati, tha të poshtë çka veprove, pse veprove kështu? A i tha, unë tha po bëj tregti me Allahun. A nuk e teke që për para veti e ka një prej dietarëve më të mëdhej të asoj kohë dhe të historisë, Imam Ebu Hanifën. Tha po bëj tregti me Allahun. Ç'është tregti me Allahun? Tha, po kur vjedh, kom marrë një gjuna. Kur të bëjsh mirë, pejgamberi alayhis salam na ka tregu se Allah ta shkon 10 veshe më shumë. E gjunojnë veç qatë sa është. E ka thonë, unë do me thonë tash i kam 9 sevape. Se kom fitu një gjuna, ko e dhash sadak edhe i bona 9 sevape. Logika e hajnit. Do me thonë qëllimin e mirë, po veprën e keqe. Imam Ebu Hanifja për thëtë, jo nuk është ashtu. Thëtë, kur e ke vjedh, e ke fitu një gjuna. Kur e ke dhonë, nuk e ke fitu as në sevap. Për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë, inna Allahe tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah është i mirë edhe nuk e pranon përveç ato që është e mirë. Kështu që të ka met një gjuna, të ka met gjuna i vjedhjes, e nuk ke fitu sevape prej shpërndarjes. Këtë tregim që treguhet, është pak sa çesharak, po këtë tregim tregon edhe realitet që shpesh herë po na i kujton edhe disa edhe disa njerëz tjerë që veprojnë, se të kish përfunduar me kohën e Ebu Hanifes, kish me qenë shumë mirë, po edhe sot e kësaj dite ka për shembull djem të ri të cilët veprojnë sikur ky hajni. E kam fjalën cilët ja marrojnë çefin veti me një ajet, me një hadith, me një argument, edhe ja legalizon vetes ato, ja arsyeton vetes ato çka po bën. Ka sot të ri për fat keq, të cilët vend si me mësu prej dietarëve, mundohen me mësu dietarët. Ja ky e ka keq, ja ky kështu, ja ajo ashtu, ja akuzojnë dietarët, a vend si me mësu prej tyre. Sikur ky hajni që u munoi ke me mësu Ebu Hanifën, edhe pse se dike kanë e ka para veti. Ka të risa që me një hadith, me një liber, me 2 libra, me një vedë, diçka që kanë shiku, apo liber që kanë lexu, i prejnë senet edhe vetë që shto dhe në ryshe nuk ban. Mobre se, që shka thonë a i mëqmi, një e din, nëse nuk e din. As të jasën. So hadithet janë me 10 mira, a i din nëse as e din. Edhe ato a i din mira se din. Te une se cili pak ma shumë e ma pak, po na kemë nevojë gjithmonë ma në mësu djetartë, e jumë na mundu me mësu djetartë. Po dikush thot, po hadithi shumë i qartë, e ka kundërshtu filan imamit që kë po argumentuet me hadith qartë, kë hajni hadithi vërtet. Po veç nuk është veç ai hadith, do të mi bashku krejt hadithet, kur dojna për një mesele diçka me kuptu mirë, do të krejt ajetet, krejt hadithet që flasin për temen, e tani do të me ditë mirë gjuhën arabe, gramatikën e gjuhës arabe, e usul e fikun, e lon tjera, e tani në fund ti më orë të dispozita. Jo me një hadith e ka kundërshtu hadithin ai, qëra hadithi i qarë, pësa e se ka dita? Po ti e din një, a e din 100. Ti për merë vesh me një, kur të morën vesh me një hadith e kështu, dolëm me kuptime gjysmoke. Po përveç këtyne të rive, kjo në gjore po ma kujton edhe një grup tjetër të njerëzve të cilët veprojnë po thuj se si kur kë, me atë mullën. E që është fjolla për disa njerëz të cilëve Allahu xhaleshonu ju ka dhënë pasuri, kanë nderuar me pasuri, e kanë bë firmat veta, elhamdulillah, i kanë bë senet kushtet, kanë bë edhe punëtor, kanë punësu. Mirë, po këta njerëz janë gjendje gatishmërie me dhomë sart lypet për xhami, sart lypet për ndihmën e dikujt, për ndërtimin e ndonjë shtëpie të dikujt, janë gjendje me dhomë. Edhe kjo është shumë mirë. Me thonë rrugë të zotit, me ndihmu xhamis, me ndihmu njerëzve të varfër. Po shpesher shumë prej tyre, ose disa prej tyre, ka të cilët
këtë dëshmërinë që e kanë për xhami e për mi ndihmu tjerëve, nuk e kanë njëjtën ka dëshmëri mi ndihmu punëtorëve të vet. Mi u dhon hakun punëtorëve të vet. Punëtorit ose ja zgjat orarin për te asoj të cilën janë pajtuar dhe nuk e ja paguan, ose edhe për atë orarin prej 4-ve deri në 6, deri prej 8-ve deri në 4, nuk ja jep parë tamam sa e meriton, po ja han hakun. E hakun që han punëtorit, tani mundohet edhe jap sadaka në kënej. Mas miri është ti më ia dhon hakun punëtorit. Kërkush s'po thot mos jap sadakë. Kjo është punë shumë e mirë, po para se me dhon sadakë një herë krye hakun, obligimin, farzën që kimi dhon çati punëtori. Se për xhamie, për shtëpia, edhe nëse si jap ti, prap jep dikush tjetër. As aty në punëtorëve nëse ti si jap, nuk vjen dikush në punë tonë mi dhon punëtorëve tu. Krye farzën që don mi bë dy atë bashk, ajo është super. Edhe farzën, do me thonë për kryen obligimin ndaj punëtorëve, edhe sadakën vullnetar. Jalla s'po muna mi bë dy atë bashk, veç njëonën cilën me thonë, jep e farzën, krye hakun ndaj punëtorëve, e pastaj sot del edhe për sadaka tjera. Inshallah Allahu xhaleshanu na bën prej atyre që kuptojmë fen sa më mirë, e praktikojmë sa më mirë dhe e shpjegojmë sa më mirë.